Me laqet i kam pa malet, dhe i kam pa malet forta, të larta, dhe kam pyet Allahun subhane xhelle xhelalu. Ka thënë ja Rabbi, a ka krijesë më të fuqishme se malet që ti ke kriju? Allah azza wa jalla i thot hekuri është më i fuqishëm se mali, sepse hekuri e rrafshon malin. Thot ja Rabbi, a ka krijesë më të fuqishme se hekuri? Allah azza wa jalla i thot zjarri. Po ta hudhësh hekurin zjarr ai shkrihet. Thot ja Rabbi, a ka krijesë më të fuqishme se zjarri? Ka thënë Allah azza wa jalla uji e fikët zjarrit. Ka thënë ja Rabbi, a ka krijesë më të fuqishme se uji? Allah azza wa jalla i thot era është më e fuqishme se uji. Ka thënë ja Rabbi, a ka krijesë më të fuqishme se era? Ka thënë Allahu Ta'ala alem, ka thënë biri i Ademit, ai njeri i cili i jep me të djathën dhe nuk e din e majtën dhe jep me të majtën dhe nuk e din e djatha, do të thonë veprimin, dhënien, sadakan që e bën qeftas për hir të Allahut subhana xhelle xhelal.